Bën me lexu me hatme namazin e taravis. Kjo është baza. Ajo që është transmetuar në librat e sunetit për këtë çështje të Ibn Abi Shejbe e tjerë, është se kanë bërë hatme Kur'anin në Ramazan. Në kjo është tradite e selefëve të gjeneratave të hershme. Kanë ardhur disa argumente, para për tyre është se kanë bërë çdo 3 ditë hatme Kur'anin. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, shokët e pejgamberit alayhis salam jashtë Ramazanit e bënin hatme Kur'anin çdo 7 ditë, ndërsa në Ramazan e bëjshin çdo 3 ditë. E dyta është se leximi i Kur'anit gjatë këtij muaji është prej atyre me shkaqeve kryesore që e zbukurojnë Ramazanin, e mbushin kohën e tij. Andaj sa më shumë e lexon Kur'an, aq më shumë mirët shpërblimi. E kuptuam apo s'e kuptuam? Sidomos dikush që ndoshta edhe gjatë ditës është i angazhuar, e ka mundësinë që bile në namaz taravis ka me ik. Po, një hatme ka me dëgju. I ngjitet. Dhe e merr shpërblimin edhe dëgjuesi. Po, të hatmja është